tash bashkëpunimi prej 93-s deri 98 kulmon edhe me qasën amerikane në Ramboje. Po, absolutisht. Ata kanë qenë lojtarët kryesor, mos them të vetmit në Ramboje. Domethënë komunikimi jon ka qenë me ambasadorin Hill, me Jim O'Brien, me ekipin e tyre për gjitha çështjet dhe gjithmonë koncesionet janë nxjerrë përmes tyre. Derisa ka mri edhe momenti që e kemi përmendur më herët, letrës zonës Albright, sekretarës së shtetit, e cila garanton që Kosova do të ketë drejtën për referendum pas 3 viteve. Por mbi të gjitha, domethënë kur vjen momenti kapitali vendimmarrjes për luftë, Bill Clinton i ka mbledh bashkëpunëtorët e tij më të ngushtë dhe ju ka thënë shikon, nuk di se si do të ndahemi në këtë luftë. Nuk di sepse ka shumë të panjohura sa përket forcës ushtarake të Serbisë dhe eventualisht ndihmës së Rusisë ndaj Serbisë. Por një gjë e di, kjo është luftë e drejtë. Dhe ja vlen të sakrifikoj edhe karrierën time që në fund populli shqiptar të shtrirrohet. Dhe ka qenë një mendim kapital i administratës së presidentit Clinton. Normalisht e ka pas generalin Clark që mezis ka prit si komandant i NATO-s që të ndërmerr këtë veprim, edhe ka pas Javier Solana, një diplomat spanjoll, karrierës i cili në aspektin e raporteve me Kosovën për imponimin e paqes në Ballkan dhe raportet e tij me Amerikën ka qenë shkëlqyeshëm, mund të them. Edhe Holbrooku gjithsesi, do të thotë ka qenë një elitë politike në Evropë dhe në Amerikë veçmas, pa të cilën mund të themi ne ditë natë fjalë të ndryshme, po pa të cilën nuk do të mbrihen kur që NATO të intervenon për hir të shpëtimit të popullit të Kosovës dhe pastaj të krijohet ambienti që Kosova të bëhet shtet i pavarur. A ka ndihmu mënyrën se si sjellët politikisht delegacioni shqiptar në Ramboje amerikanët. Pra, si pasur një raport të veçantë këtej, pra nuk janë ata veç disa ndërmjetësues që Jo, ka qenë raport shumë i afërt. Si faktikisht kanë qenë biseda familjare, ka pas edhe tensione, ka pas nervoz, ka pas ngritje zërash, sepse bëhej fjalë për fatin e një populli, po edhe ne edhe amerikanët e kemi ditë që nuk mbohet shteti i Kosovës në Ramboje. Është ditë, do të thotë që po mund të instalohet procesi, po jo të bëhet shteti i Kosovës në Ramboje. Për ne ka qenë më rëndësi që të hapet dera për pavarësi dhe për ne ka qenë më rëndësi që të vjen NATO në Kosovë dhe për ne po ashtu ka qenë më rëndësi që e kem përmendur edhe një herë te ti që të mos zhbëhet UÇK-ja. Këto janë arrit fal amerikanëve. Amerikanët e kanë luajtur rolin vendimtar në Ramboje. A keni ditë që marrëveshjet s'ka me pranu Milošević? Jo, duhet të themi hapë se ka pas interpretime në atë kohë, edhe më pas që kënse ka qenë lojë bilaterale amerikano-kosovare, duke ditur që Miloševići nuk do të pranojë dhe ne kemi pranuar një marrëveshje të keqe, nuk është fare vërtet kjo. Por është vërtet që Madeleine Albright në tavolinën e Rambojes, ju ka thënë 2 delegacioneve, 2 kryesive të delegacioneve, neve na ka thënë, ju nuk e pranoni marrëveshjen, ne largohemi prej Kosovës, edhe nuk mirë më me ju, se s'po doni marrëveshje. Palë Serbia ka thënë, ju nuk e pranoni marrëveshjen, ne ju bombardojmë. Do të thotë kur gjë të panjohur s'ka pas, nuk ka pas fare sekreti. Holbrooku ka shkuar siç e din ato ditët e pjesës 2 të marsit, edhe Holbrooku si më ka thënë më vonë, ka pas një bindje që Miloševići në fund do të pranoj. Por jo, Miloševići ka refuzuar të pranoj, po them nuk e kemi ditë na, nuk kemi bërë fare loje, sepse po them storia më pas me ka qenë, jo bre e keni bën një lojë, e keni ditë, edhe evropianët na thonin, nuk është e vërtetë, sepse kanë qenë të sigurt amerikanë që megjithatë në fund Miloševići do ta pranoj, por Miloševići ka refuzuar me motive të ndryshme. Njëri prej motiveve që është interesant për ty është që NATO ka pas të vinë në Kosovë përmes Malit Zi. E jo përmes Shqipërisë e Maqedonisë. Edhe ai ka llogaritë se Mali Zi ka qenë pjesë e një shtetit përbashkët me Serbinë, ka thënë, këta kur hyjnë në Mal Zi, këta s'vinë Kosovë hiç, po shkojnë në Beograd, edhe vinë luftojnë me mua, do thotë. Ai ka qenë motivi i Miloševićit pse ka refuzuar paktin NATO, aleancën. Edhe pse ka ditë që Kosova është e humbur, me paqe me lufte. Mas Rambojes që ndodh bombardime me të vërtetë. Po. Jo, gjitha bisedat që kemi pas, domethënë raportet më sinqerta që kemi pas me amerikanët. Edhe ne kemi vizituar Monsin, celin e paktit NATO, domethënë ku na ka prit generali Clark. Të gjithëve na ka pritur, domethënë mirë shumë njerëzore, dhe na ka thënë, do të vinë ditë shumë vështira për ju. Mos mendoni që s'do të keni viktima, do të ketë probleme, do të ketë gjithçka, do të ketë tragjedi, por ne do t'ju shirojmë. Në garancën e ka dhënë në Mons, para se të kthehemi ne në Kosovë, delegacioni, pjesa UÇK-s ka shkuar në Shqipëri, si që që kjo punë do të kryhet me shqyrtim të juaj. Do thotë, nuk ka pas kurfar dileme. Mendjen e kemi pas të pragmatike, shpirtin e kemi pas qetë. Gjithë ne në delegacionin e Kosovës, po vim, po kthehemi,
sepse po e dim që Kosova dështirohet. Sa do të zgjat, nuk e ka ditë kurkush. Supozimet atëherë si që din ka qenë që do të jetë çështje ditësh kjo punë. U pa që nuk është çështje ditësh, por fund nuk dul 7-8 ditë, por në fund çka doli? Doli që nuk ka pas lojë dy fish, por kundazi ka qenë qëndrimi kategorik Amerikës, i cili është imponuar dhe paktit NATO që ky popull duhet të shpëtojë. Se ka pas Amerika një plan qartë, vret edhe me lëvizjet e tyre pas bombardimeve. Pra, u ndalu pastrimet etnik, u detyru tërheqja e ushtrisë serbe, u mësu kthimi i mirave, gati 1 milion 800.000-900.000 refugjatëve, po prap Amerika vazhdoi strategjikisht, nuk tash me KFOR-in, pra veç është vazhdu. Po veç është vazhdu. Në Ramboje kanë qenë 25.000 trupat supozuara të KFOR-it, pastaj u morën vendimi për 55.000 sepse operacioni nuk ishte më imponimit të paqes pa luftë, po imponimit të paqes rreth një lufte që ka ndodhur në Kosovë. Dhe normalisht ishin ushtarët amerikanë, ishte misioni i KFOR-it, po mbi gjitha ishte besimi jonë që Amerikanët do shkojnë deri në fund të këtij procesi dhe Kosova do të bëhet shtet i pavarur. Nuk do të bëhet Kosova shtet i pavarur pa Amerikën. Them hapur, mirë, gjithë perëndimi u kthy marr në rastin e Kosovës. Ishte një lloj shpagimi, mos të harrojmë për me të vërtet dështimin e madh perëndimit në Bosnjë e Hercegovinë, ka qenë dështim epokal. 3 vjet lufte, Sarajevo është mbajtur e rrethuar, me fëmija në vranë Sarajevo dhe fund dihet çka ka ndodhur me Bosnjë e Hercegovinë. Në rastin tonë ndodhi një farë shpagimi. Ishim me fata në këtë aspekt. Po megjithatë ishte interesi strategjik, mos harrojmë kur të Amerikës që të investohet në Kosovë edhe te shqiptarët në Shqipëri, mos harrojmë, edhe aty ka pas një rol shumë të madh Amerika dhe në fund doli që Amerika i mor me veti si një lokomotiv që i merr vagonat shtetet kryesore perëndimore që Kosova të bëhet edhe shtet i pavarur në vitin 2008. Pa një rol të tillë të George Bushit. Po tash Clintoni i kreu mandate 2 më shumë smur edhe ekzistoi që tash frika e njëjtë. Po si jo. Mos ndrohet tash çështja. Ka pas frikë sepse edhe në fushatën parazgjedhore, nisësh si Clintoni para 8 vjetëve, Bush i ri thonë do të mirem me Amerikën. Do të mirem me temat e mia, nation building process is problem, domethënë procesi i krijimit të kombeve shtetëve është problem, nuk dojmë mu marrë si republikan me atë, madje Condoleezza Rice si sekretare e arshme, gjithsesi si këshilltare sigurisë kombëtare në fillim, ka thënë publikisht ne do të tërhiqemi nga Kosova, nga KFOR-i i Kosovës. Nëse fitojmë. Dhe tash ne ishim pak në panik duran zemër, edhe ishim me frikë. Tash ne majshim shpresën që Al Gore do të bëhet president edhe me rrymen e njëjtë. Me rrymen e njëjtë. Po ndodhe kundërta, do të thotë KFOR-i mbet sepse Colin Powell ishte sekretari i shtetit, i tha hapur edhe Condoleezza Rice edhe George Bushit, bashkë kemi ardhur në Kosovë, bashkë do të tërhiqemi si NATO. Nuk mund të tërhiqemi vetëm ne si amerikan. Po çka është më e rëndësishme, presidenti Bush tregua, mund të them edhe më kategorik, se administratët e kaluara. Mund ta ndaj me ty një përvojë personale me James Rubinin kur ata takuan Shkup para një 2-3 viteve dhe tha blejmë ta që bëhet George Bushi më pro-kosovar se ne, si demokrat nuk ka marrë mendja. A ju bë më të vërtet pro-kosovar kategorik në qëndrimet e tij, edhe mos të harrojmë atë fjalinë e famshme në Tiranë që shohën në vitin 2007 kur tha enough Kosova is independent. Me atë punë kryti statusin e Kosovës. Kush ka menduar atëherë që ne nuk do të bëhemi shtet i pavarur.